Për Bashkimin Evropian, përmbushja e reformave është e një rëndësie të lartë, ama ato duhet të jenë dhe cilësore. Në konferencën të drejtat e njeriut dhe mirëqeverisja në Shqipëri, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e shërbimeve korrekte ndaj qytetarëve. Sigurisht që përmbushja e reformave është e rëndësishme, ama duhet të sigurohemi dhe tek cilësia. Pra një produkt cilësor që forcon shërbimin ndaj qytetarëve është thelbësor, pasi kjo do të siguronte dhe pasqyrimin e nevojave të tyre në çdo aspekt. Gjatë fjalës së tij, Gonzato vuri theksin dhe tek adresimi i rekomandimeve. Mbetet gjithashtu thelbësore dhe adresimi i rekomandimeve. Ndjekjen e duhur nga institucionet publike dhe gjetjet duhet të përkthehen në përmirësime reale për qytetarët shqiptar. Ndërkaq, avokati i popullit Endri Shabani theksoi nevojën e bashkëpunimit me institucionet, por nuk përjashtoi as përdorimin e mekanizmave ligjor, nëse ndodhe kundërta. Megjithatë, aty ku do të hasim rezistencë dhe kokëforsi, nuk do të hezitojmë të përdorim çdo instrument ligjor ndaj çdo zyre apo zyrtari që guxon të shkelë të drejtat e qytetarëve shqiptar. Gjatë konferencës, palët pranuan se mbrojtja e të drejtave të njeriut është thelbësore edhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Union.